Ky emision mundësohet nga Podravka. Shikues të dashur, jemi tek pika më strategjike e Shellit. Këto po besoj që të gjithë, sidomos ne që jemi të Prishtinës, ndalemi para se me marrë rrugë për Shqipëri, për Greqi ose për Malë të Zi, sepse është vërtet një pikë strategjike ku mundemi edhe me u taku me njerëzit të cilët dojmë me vazhdu rrugtimin tonë. E unë duna me i prit ekipën edhe kom vendosur që me i prit këto, tek Shelli në Veternik, sepse prej këtu do nisemi direkt për në Greqi. Po unë e kom haru me marrë diçka në dyqan tek Shelli, po shkoj edhe shihemi gjatë rrugës. Jemi këtu pranë portës së kalaz veneciane të Pargës. Pra mbi qytetin e Pargës shtrihet ky thesar historik, ky thesar magjik këtu mbrapa meje, i cili është ndërtuar së pari nga banorët vendas për të mbrojtur nga piratët dhe nga pushtimet. Por më pas, kjo kala u zhvillua dhe u forcua nga venecianët. Pra mbi këtë kala mund të shihni të gjithë detin janë dhe ishujt përreth. Të shohim edhe pas pak pamje të ndryshme nga brenda kalas. E shikues të dashur, ne unë gjitëm këtu të kalaja veneciane, e duke kaluar përmes rrenojave dhe si që po e shihni këtij vendi madhështor, mundeni me i vrejt pra ka mbetje të 3 epokave. Shikues të dashur, u bë një fortesë shumë breslënse mbrojtëse, por në vitin 1813, pra kur Ali Pasha Pelena e mori, ai e rregulloi sipas shijeve të tij. Pra këtu në majën më të lartë të kalas veneciane vendosi që të bëj hamam dhe harem, sipas shijeve të tij, sipas të gjitha dëshirave të tij. Pra mundeni me i pa edhe pamje, po ngjitemi ende më lart. E ne po shohim prej lartë këtu njerëzit duke e shiju këtë kohë të mirë, duke u la
në këtë pamje fantastike, në këtë det fantastik. E tani jemi në pikën më të lartë të kalojës veneciane, ku kemi një pamje të mrekullueshme, ku kemi një pamje prek detin, por gjithashtu edhe ishut e tjerë. Por, qëndroni me ne, sepse tani do shkojmë tek kaloja e Ali Pash të Pelenës, e cila ndodhet atje, në majën tjetër. E shikues të dashur, 5 kilometra larg Pargës, pra ndodhet kjo fortesë e mrekullueshme e ndërtuar nga Ali Pash te Pelena. Pra kjo është kaloja e Ali Pashës, e cila është një nga monumentet më mbreslënse të Epirit. U ndërtua në vitin 1814 me urdhër të Ali Pashës si një pikë strategjike ushtarake. Pra po e shohim edhe nga brenda, e jani me mua. Kaloja e Ali Pashës në Parga është një nga atraksionet historike më interesante dhe me një pamje spektakolare mbi detin janë. Kaloja ndodhet në një kodër përballë qytetit të Pargës, mbi xhirin e Valtos Beach. E shikues të dashur, po mundeni me i pa edhe ju disa pamje nga kaloja e Ali Pash të Pelenës. Unë për vete jam mahrit, sepse është vërtet një fortesë shumë e qëndrueshme, por gjithashtu edhe këto muret i ka 4 metra të gjerë, gjithashtu edhe atë hyrje në fillim, në anën perëndimore, e ka 5.4 metra të lartë. Po ngjitemi edhe lart sepse ka një pamje fantastike dhe të shohim se çfarë mund të shihet nga kjo kaloja. Këto shkallët pas kanë filluar pak me u prish, nuk e di qysh këmë unë gjitën e deri në alt, po provoj kështu cik-cak. Por edhe njerë për ju të regoj që kjo fortesë, pra, e të regon edhe njerë atë fuqin e saj, që e ka ndërtu në atë kohë për mbrojtje të Pargës. E çfarë ofron kaloja sot? Kaloja ofron pamje panoramike fantastike mbi Valtos Beach, qytetin e Pargës dhe detin janë. E shikues të dashur, gjatë rrugës që të veni këtu tek kaloja e Ali Pashës, keni një pamje madhështore, por edhe kur të mbërrini këtu, siç po e shihni edhe në pamje, keni pamje madhështore të detit janë, të ishujve Korfu, Lefkada dhe Paksos. Kaloja ka mure të ruajtura mirë, disa pjesë të brendshme dhe hapësira që kanë funksionuar si magazina apo dhoma ushtarake.
Parga ishte shumë mirë, ka shumë deti edhe Parga ka shumë miljeti. Nga të tëra Europë, nga Shqipëria, nga Kosova, janë shumë miljeti. Është vërtet kënaqësi e madhe këtu të vim në Parga dhe të flasim shqip, por edhe të shohim këtë vend kaq të bukur që e ki kriju. A flasim pak për hotelin. Faleminderit. Si vendose që kur daton ky hotel, që kur ke filluar të merresh me këtë punë? Kjo hotel i ka bëmë, tatë ka bërë një herë në 1973. Ka një herë ishte vetëm një restoran i vogël, edhe pak, nuk u jeshin aq shumë miljeti në deti këtu, janë vetëm 50 ditë edhe pastaj pak erdhën në miljeti. Të e bëf këtë pallata, më me qujtë kështu. Po, tani ishte madhe, thua mu ashtu. Janë 100 dhomë, ja thonë 250 miljeti, ke flijën e këtu, vërdala, hanë mingesë buku, edhe pastaj në detë, edhe koktejls, edhe salat. Dhe pastaj drekën tek akti restorant. Po, akti restorant ishte shumë mirë, ka më shumë mirë buku, ja thonë, janë shumë pjatë me peshku, se hanë shumë peshku miljeti, supa i peshku, edhe fruta i detës, edhe kuzhinë grekës, janë shumë ushqime. Po do flasim për ushqim edhe pastaj do na tregosh edhe kuzhinën, po besoj dhe hotelin në tërësi. Ka preparame një musaka për juve, do i shoh se bëmë
shikues dashur, tash Fredi do filloj të përgatis musakën, do na tregoj më shumë se si përgatit një musakë një, ndoshta edhe ndonjë sekret se si me dalë më së miri dhe me shiu në shtëpit e tyre shikuesit e emisionit Peshku i Arë. E qartë. Neve këtu do përgatisim një ushqim tradicional, shumë e preferuar në Greqi dhe për turistat që vinë, është Greek musaka. Λοιπόν, musaka, kemi skuqur në tigan, patatet, patlıcanet, kemi përgatitur salsën bolonez, mish i grir me domate, me erza të ndryshme për të marrë atë aromën e duhur. Tu kemi përgatitur besamelin. Besameli është një salsë e njohur nga të gjithë. Përbërësja është gjalpi i fresket, kemi mielin dhe ajo që e bën të veçantë është, nuk e di si ta them në shqip, Mundesh me e thonë edhe në greqisht. Moshkokarido, do të thënë, përkthimi i është i tillë. Ara me aromë, kështu quhet si përkthim. Moshkokarido, unë po e them në gjuhën greke. Dhe vazhdojmë. Marrim një tepsi ose gastronom dhe shtrojmë produktet tona me këtë radhë. Vendosim patatet në fillim, që të ketë një bazë, ushqimi jonë një bazë më të fuqishme. Pra po e shohim procedurën e duhur se si të përgatisim musaka. Dhe një sekret që do thoshja është edhe mënyra e vendosjes dhe të patlıcanes dhe të patateve në një gastronom në formë site për të ikur vajrat e tepërta, që mos të bëjnë shumë e rëndë. Dhe vazhdojmë procesin tonë. Tani këtu kemi... Sa preferohet nga të huaj, ndoshta që ta provojnë musaka? Ndoshta me siguri mund të them që është ushqimi më i preferuar nga të huajt, se është një ushqim ndërkombëtar, mund ta them, që e njohin të gjithë të huajt. Dhe në Greqi top ushqimet janë sallata greke, Greek salad, musaka, baklava, edhe shumë të tjera që tani ndoshta feta. Feta është emër. E një djathi më, i them djathi më me influencë të fortë në diturinë e gastronomisë. Djath feta është djath që përdoret në Greqi. Dhe këtu në zonën tonë, neve kemi kumishte të vogla që prodhojnë dhe aty marrim edhe vajin, edhe djath feta, neve në Shqipëri e themi djathi i bardhë. Ajo është. Edhe si që thash, musaka, do të thënë, është një ushqim shumë i dëgjuar dhe pothuajse në një javë të qëndrimit të tyre të turistave, 3 ose 4 herë do të thënë 3 ose 4 ditë do hanë musaka. Sa mirë. Të tëra produkt janë nga vërdalla këtu. Arrim në fazën e fundit. Do hedhim përsipër
salcën bolognese ose mishin e grirë dhe pastaj bechamelin dhe është gati për në furrë. Për në furrë. Vendosim. Pastaj kur të vendoset në furrë, sa kohë merr që të jetë gati? Këtu ka një sekret, mund ta them edhe sekret. Të gjitha këto asortimentet janë të gatuara. Po. Në furrë do bëhet vetëm lidhja e tyre. Po. Një proces 25 me 30 minuta. Do të thotë për gjysmë ore do jemi gati ta provojmë misakën. Për të marrë edhe një ngjyrë të bukur bechameli në furrë. Kjo është një problem më. Vendosim. Çfarë arome po vjen këtu? Fantastike. Oreksin. Tash kemi oreks. Unë thash me zë po pres me provu, me shku atje me ullë bashk edhe me provu. Hoteli Valtos Beach nuk preferohet vetëm për kuzhinën tradicionale. Edhe këtu jemi të përgatitur dhe për kuzhina moderne sepse turistat vinë nga shumë anë të botës. Dhe kërkesa e tyre nuk është vetëm për kuzhinën tradicionale. Ata një ditë ndoshta duan të provojnë diçka moderne. Po. Ne jemi të përgatitur për të gjitha këto dhe për disa kuzhina. Po. Me stafin tim jemi shumë të përgatitur në këtë anë, domethënë që keni një staf shumë të madh, një ekip shumë e madhe. Po. Sa persona jeni në? Jemi gati 10 veta, të cilët janë shumë të përgatitur. Një staf shumë i madh. Unë jam duke montuar musakan dhe çunat po punojmë. Po. Se plazhi është I mbushur. Kjo është një diçka që e kam arritur unë bashkë me pronartë e mi. Zoti Niko dhe Zoti Kristo. Pra musaka është pothuajse gati, veç kemi me prit, me përfundu, me vendos bechamelin dhe me hy në furrë dhe me provu më në fund. Do thoshja që mund të hedhim edhe pak djathë, lidhja e asortimenteve bëhet më e mirë, më e fortë, më e shijshme. Dhe koha, siç thash, në furrë është shumë më pak se të gjitha lëndët janë të gatuara. Fredi, po të pyesëm ty pak tash, cila është pjata që ti ki qef mas shumë ti me përgatit? Që ndjesh të kënaqësi? Unë të gjithë fëmijët i dua një lloj. Megjithatë, unë kam një dashuri shumë të madhe për pastiçerin. Edhe ëmbëlsirat e bëjmë vetë. Po
Këtu jemi futur në ambientet e kuzhinës. Këtu përgatiten sallatat dhe gjërat e ftohta. Nga mbrapa janë vatrat e zjarrit, është zgara, përgatiten peshqit. Një peshk në zgarë është këtu. Nga krahun tan kemi fritezat, kemi ziersen e pastave, të cilat bëhen ala minut në moment që gjitha, nuk është asgjë gati. Fredi, faleminderit shumë që gjete kohë. Faleminderit shumë që përgatiti musaka për ne, mezi po pres me provu. Edhe për fund nëse ke diçka më shtu. Uroj për shikuesit. Po, shikuesit e Për emisionit shikuesit e emisionit Peshku i Art të vinë sa më shpesh në Parga për të vizituar këtë vend magjik dhe për të parë hotelin ton, që është një nga hotelet më të mirë të zonës, daç nga pamja, daç nga deti, edhe për sa i përket ushqimit ton, se është një standard i lartë dhe juve uroj pushime të para Faleminderit shumë. këtu në zonën tonë të jugut. Faleminderit shumë Fredi. Kjo intervjist nuk përfundon dot pa ardhur tek plazhi, jo me Nikos këtu me na tregu më shumë se sa është shtetër, si bëhet akomodimi, a janë veç të hotelit apo vinë edhe njerëz të tjerë? Po, kjo shtetër janë për hoteli, ala vinjet edhe tjetër biljeti, nuk është vetëm për hoteli, edhe për buku këtu janë shtetëra të mira, komfortabël, si ja thonë, të riç, të piç koktejl, të piç sa të duhet ti, ishte rrue, komplet. Po, do të thot këtu tek Valtos Beach, tek Akti Restaurant, mundeni edhe tek hoteli me armë u akomodu dhe E me vete në Greqi e kemi edhe Andin, pa Andin zbën kështu që Andi, përshëndetje, kalimera. Çka kemi përgatitur sot? Çka do kemi, cila është receta? Sot kemi vendosur me një filetot levrekot, peshkën e kemi marrë frest. Këtu çdo ditë e bijin gjithë teporti aty. Ditë të zonës sot kemi marrë levrek. Kemi bënë një fileto levreku me salcë portokalli dhe me erza. Okej, pra ma mundesh me fillu kur do që Më nxis po pres me a fillu. Don te, je i lirë me fillu edhe unë po e pres me provu recetën fund pra Andi. Faleminderit. Po vazhdoj. S'mari bëni peshkën, mi pastru.
Hande, faleminderit shumë. Sa mirë këto këtë, faleminderit. Jeta e natës në Greqi është një përvojë e pasur dhe e shumëllojshme, që ndryshon sipas qytetit apo ishullit ku ndodhesh. Greqia njihet për një jetë natë shumë të gjallë dhe sociale, që përfshin gjithçka nga baret dhe klubet moderne deri tek tavernat tradicionale, ku muzika greke luan një rol shumë të rëndësishëm. Në Greqi, jeta e natës nuk fillon herët, ja si shkojnë zakonisht. Darka nis zakonisht rreth orës 21 dhe pas darke njerëzit shkojnë për një koktej ose kafe në ndonjë bar. Dhe kjo mund të zgjas deri pas mesnate, ndërsa klubet hapen rreth orës 12 pas mesnate dhe janë plot deri në 4 apo 5 të mëngjesit, sidomos në fundjavë. E ku ka më mirë me përmbyll një epizod si kjo, veçse me një koktel pranë detit. Unë dua të falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Peshku i Art. E ne shihemi herën tjetër. Ky emision mundësohet nga Podravka.